Besimtari ka dy gëzime, njërën e ka në këtë dunja dhe tjetërën e ka në xhennet. Këtë dunja e dim të gjithë, dhe sidomos e përjetojmë këtë muaj. Gëzimi i parë thot është kur besimtari çelen iftar. Kjo është një gëzim të cilën Allah xhaleshan ka thënë. Besimtari ka dy gëzime. Njëri është këtë dunja i cili është kur çelen iftar, dhe i dytja është do ta shikojnë Allahun xhaleshan wa xhala xhelal. Atë di besimtarët musliman, të gjithë besimtarët të cilët inshallah të gjithë dhe do të përjetojmë këtë gëzimin e ditë e cila është ne do të shikojmë Allahun xhaleshan wa xhala xhelal siç e shohim hënën e plotë këtë dunja.